atë ka shko në mende dhe njerë mirësia e lirisë. O ju robër të Allahut, mos valë ne kemi në një lidhje farefisërore me Allahut, që unë edhe ti nuk kemi pjestar të Gazës, por jemi pjestar të dy qytete dhe jemi shumë rahat. Kur herën e fundit e thënë Allah e këtë hamd që jemi lirë me familjen time, e jemi lirë me të dashujt e mi. O ju vëllezërit e mi, nuk ka kaluar edhe 30 vite kur njerëzit nuk kanë qenë të lirë për të ardhur në xhamiet e Allahut te bareke ve teala, dhe janë vinë në xhamiet e Zotit, falemi, e shqiptëm shahadetin, e themi Allahu akbar kebira, dhe kërkush nuk na pret këtë pragu i xhamis që të ne regjizojmë emrat, domethënë me listën e zezë, se falemi apo se nuk falemi. Andaj ju robër të Allahut, për të vazhduar këto mirësi të Zotit Xhelle Xhelalu, bo unë i falenderues ndaj Allahut te bareke